Bismillahirrahmanirrahim. Të gjitha falenderimet e plota dhe madhështia absolute i takojnë vetëm Allahu të madhëruar, Zotit të vetëm të gjithësisë, i cili na udhëzoi në këtë Islam të pastër dhe na bani musliman. Nga çdo cep që vim në këtë shesh të besimit, të gjithë jemi vëllezër. E mund të ndodhë që dikush nuk e njeh njënin apo tjetrin, e mund të ndodhë që të na vinë edhe njerëz nga vise të largëta. Të gjithë jemi vëllezër. Dhe po të mendoj gjithë secili prej nesh në mirësinë e madhe të këtij fakti, do t'i mjaftonte mirësi dhe bekim nga Zoti i gjithësisë, si për t'i thënë krijuesi fuqiplot se ti nuk je vetëm. Si për t'i thanë Zoti i gjithësisë se ti me atë që ke në krah të djathtë e atë që ke në krah të majt nuk je vetëm, e se ju pasuesit e kësaj kibleje që na bashkon mbar ummetin islam, e ju që madhëroni Zotin e gjithësisë, e ju që keni një pejgamber, Hazreti Muhammedin alayhi salatu wasalam, jeni një familje e madhe njerëzore, që jeni urdhëruar nga Zoti i gjithësisë për të thirrë e për të ftuar drejt më të mirës për këtë botë, e ju do të jeni nesër në ditën e gjykimit në mesin e xheneteve ku Allahu fuqiplot shpërblen besimtarët e tij. Të dashtun dhe të shtrejtë motra dhe vëllezër besimtarët, të gjitha salavatet dhe selamet mate për zemërta, ja dërgojmë sot në këtë ditë gëzimin pejgamberit ton alayhi salatu wasalam, prej të cilit e mësuam fen, e prej të cilit mësuam ritualet e haxhit, e prej të cilit mësuam çdo ritual prej ritualeve të adhurimeve me të cilat Zoti i gjithësisë na ftoi për t'u afruar me madhnin e tij, për ta pa njeriu veten pavarësisht nga pozita e tij e vogël, për ta pa shumë të madh me Zotin e gjithësisë, përderisa është besnik i tij dhe i mësimeve të tij. Po shihja përgjatë ligjërimeve të hoxhallarëve tanë të nderuar, njerëzit që vinin turma, tamam si haxhilerët që vërshojnë në këto momente drejt gjuajtjes së xhemerateve. Subhanallah, thash ka një emërues të përbashkët. Ata në këto momente shkojnë për të gjuajtur xhemeratin e parë. Ne jemi të ftuar që në çdo moment dhe çdo frymë të jetës ta dëbojmë shejtanin e mallkuar nga jeta e jon, sepse ju po e shihni të dashurit e mi, se si është katandisur raca njerëzore, se si njeriu e ka humbur busullën e orientimit, se si njeriu mendon në momente të caktuara se ai është Zot e nuk ka nevojë për krijuesin e tij. Ju po e shihni se si anë mban botës njeriu i veshur me egoizmin e tij, me devijimin e tij, me çturjen e tij, larg besimit dhe udhëzimit, po shkatron, po djeg, po vret, nuk pyet për udhëzimin e Zotit, nuk pyet për tjetrin kushdo qoftë tjetri, vetë se sheh interesin e tij të smur, egon e tij të verbër, ignorancën e tij primitive, që gati po e kthen njeriu në momentet më të errëta të historisë së tij shumë shekullore. Sot është ditë gëzimi dhe u ndala tek një fjalë e madhe, e cila thotë kështu: Mal idu illa an na'uda li dinina hatta ya'uda liwa'una al-mafqudu, mal idu illa an nakuna ummatan fiha Muhammadun la siwahu amidu. Që do të thotë, festa në këtë rast Bajrami nuk është vetëse kur ne të jemi kthyer nga feja e jonë, që të na kthehet bajraku i humbur, bajraku i udhëzimit, bajraku i prirjes së kretë njerëzimit dhe shoqërive njerëzore drejt më të mirës. Nuk është Bajram vetëse
kur ne përpiqemi për ndërtuar një shoqëri dhe një popull që ka si pikë referimi dhe krye prisin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Edhe ne të dashurit e mi, jemi të ftuar sot të shohim në realitetet e fetarizmit ton, e të marrëdhënies ton me njëri tjetrin, ku jemi, sa muslimani jemi, dhe kjo është një pyetje që shpesh herë ja drejtoj vëllezërve të mi imamllar, hoxhallarëve të nderuar, por e diskutoj edhe me intelektual të ndryshëm, por jo vetëm. Mendoni për pak, Indonezia, vendi me populltatën më të madhe muslimane në globin ton, i mbriti Islami nga 9 tregtar. 9 tregtar e quan Islamin në atë vend të largët. Allahu Ekber. Çfarë ban ato tregtar? Kishin shku për biznesin e tyre. Mirë po njerëzit panë në sjelljen e tregtarëve realitetin e Islamit, vërtetësinë e Islamit. Ky është një argument i madh dhe një thirrje nga Zoti i gjithësisë për gjithë secilin prej nesh, si për të na thënë që bën çmos, që të shihet dhe të lexohet, të diktohet e të dëshmohet Islami në sjelljen tënde, pa pas nevojë me fol, pa pas nevojë me bën deklarata të shumta. A jemi ne musliman në marrëdhëniet tona me njëri tjetrin? A janë familjet tona muslimane, familja e pejgamberit alayhi salatu wasalam? A është shoqënia e jonë, shoqënia e sahabët pejgamberit alayhi salatu wasalam? A ka biznesmen musliman në këtë vend që punojnë dhe angazhohen për të mirën e tyre, për të mirën e familjes, të shoqënisë dhe të fesë së tyre? A kemi ne pedagog, qendra studimore, studentë ekselence, njerëz të cilët dëshmohen dhe tregohen me gisht për arritjet dhe sukseset e tyre? Ky është Bajrami, të dashurit e mi, jo thjesht ajo çfarë ne do të bëjmë kur të largohemi nga ky shesh dhe pasi ta kemi falur namazin e Kurban Bajramit, duke shpërndarë ca amëlsina, duke u përqafuar rrok me njëri tjetrin. Patjetër se kjo është një gjë shumë e mirë, por ejani të shikojmë në thelbin e shoqënisë tonë, e cila po degradon ditë pas dite drejt humnerave të dekadencës morale, shpirtënore, intelektuale, dhe po devion dhe po prishet tabani i vlerave shumë shekullore të këtij vendi. Ku janë gjurmët e baballarëve? Ku i kemi të rit e sotëm? Ku e kemi realitetin e Islamit që gëlon me mirësitë e Allahut Azza wa Jell në realitetet e këtij vendi? E jeni të kthehemi diku tjetër. Sot patjetër që duhet të përshëndes me zemër të madhe, e të thyer, e me shumë dëmshuri, sa e sa prej vëllezërve dhe motrave tanë që nuk ndodhen në këtë vend, e ndoshta në këto momente na ndjekin nëpërmjet kamerave të televizioneve që filmojnë, e të rrjeteve sociale, janë anë mban botës për sevall. Ky vend që Zoti i gjithësisë e ka bekuar me mirësitë e tij të panumërta, këtë vend që e ka zili kushdo në faqen e dheut, pse të largohen njerëzit nga kjo tokë e bekuar e Zotit? Çfarë ka ndodhur me këtë shoqëni dhe çfarë politika është të gabuara po praktikohen mbi këtë vend, si të ishin agjenda të djallëzuara për ta boshatisur këtë vend? Për kë gjanëm? Pse shqiptarët të shkojnë anë man botës? Na thoshte hoxha i on i madh, drita e syve të mi, Sheh Bebi Suliman Gavoqi rahmet past, shqiptarët e kanë ndërtuar botën mordjem, por tash është koha që shqiptarët me u kthy dhe me ndërtu vendin e tyre. Kjo është thirrje për ata të cilët kanë dert për vendlindjen dhe për ateun. E kjo është thirrje për ata që kanë dert për të sotmen dhe të ardhmen e fëmijëve të tyre. Ne nuk duam që fëmijët tanë të rriten dhe të edukohen me metodat e femuhuesve, me metodat atyre që nuk njohin Zot, e nuk kanë moral, e nuk kanë pronë, e nuk kanë shejtëri. Ne nuk duam që politikat të djallëzuara të praktikohen e të levrohen në realitetet tona. Po shohim dita ditës një tendencë të çuditshme për të hequr kufit e pronave legjitime të pronarëve legjitim, si për të thënë për të shkruar gjithçka dhe mos me e ditë askush se çfarë është e tia, sa është e tia, dhe me thanë i pamunumuni si në rastin këtu që kjo është e imja, ndërkohë që kjo është një vakëf i grabitur
dhe poshtnimi i Zotit do të jetë mbi ata të cilët kanë leju dhe vazhdojnë të lejojnë këtë barbarizëm dhe këtë dhunë ekstreme mi faqen e dhëut në zemër të Shkodrës, në këtë tokë të Bakëfit, i cili shtrihet nga cepat më të largët të xhamisë Ebu Bekër dhe përfundon matan asaj rangallës së ngritun atje matan. Po ja pra, se na mori 67 dhe i prishi dhe i shkallmoi, dhe na erdhi një periudhë kur ne shpresonim dhe besonim se njerëzit me të kthy nga dëshira për liri dhe demokraci do të vlerësonin njëkohësisht edhe fen, do të respektonin shejtëritë e njëri tjetrit, do të respektonin pronën e njëri tjetrit, por rezultoi se ne kishim gabuar dhe ky ishte një mashtrim i madh, i cili jo vetëm që nuk e ktheu të drejtën tek i Zoti, por i bani njerëzit të hynë në vllavrasje dhe kacafytje, në përçarje dhe urrëtie që sa vjen dhe shtohet dhe Zoti e rujt këtë shoqëni nga pasojat e asaj që është mbjellur prej kohësh, një farë e keqe e mallkuar, e cila nuk don që ky vend të lulëzojë dhe të ecë përpara. Nuk mund të ecë përpara një vend i cili nuk respekton pronën e pronarit legjitim. Nuk mund të ketë begati në një vend ku ndërtohet prosperiteti dhe ardhmja, ndërtuar mbi vakëfet e vjedhuna dhe të grabituna. Nuk mund ndërtohet e ardhmja e një shoqënie mbi pazaret e harameve, sepse harami e ka dritën e shkurtër të dashurit e mi. Dhe kjo është një çështje të cilën ne duhet ta themi me të madhe, sepse e kemi frikë Zotin, e do të vdesim një ditë dhe do të kthehemi tek Zoti i gjithësisë, e çfarë do t'i themi krijuesit ton? Mirë, po para se të mendojmë se çfarë do t'i themi krijuesit ton në ditën e gjykimit, e janë të bajmë llogaritë asaj dite këtu sa jemi gjallë, e sa rreh damari, e sa rreh zemra, e sa kemi ujin e fytyrës të papërlyer nga haramet e nga aferat e haramive. Ne nuk jemi të harameve, ne nuk jemi të zullumeve, ne nuk jemi të mishmasheve dhe zigzakeve për asgjë në jetë, e sidomos kur bëhet fjalë për shejtërit. Prandaj kushdo që ka ma të voglin e dyshimit në këtë që them, t'i bajnë mirë llogarit me fytyrën e tij, me Zotin e tij, me ndërgjegjen e tij, me pastërtinë e tij. Vëllezërit e mi të dashtun, sot është ditë gëzimi, sot është ditë madhërimi i Zotit të gjithësisë, sot është dita e Hazreti Ibrahimit alayhis salam, por të pa gjithë secili në pasqyrën e atij pejgamberit të madh, marrëdhëniet që ka me fëmijët e tij. Keni kujdes dhe keni frikë Zotin, se po na i vjedhin fëmijët, po na i marrin fëmijët. Çfarë nuk po shohim dhe çfarë nuk po ndigjojmë sot për sa i përket edukimit të brezit të ri dhe edukimit të fëmijëve që nesër do të jenë ardhmja këtij vendi. E ardhmja një vendi nuk ndërtohet pa besim. Ne e pam dhe e vuajtën baballarët tanë mi kurrizin e tyre se çfarë do të thotë me jetu pa besim. Në këtë tokë dhe në këtë vend janë prishur xhamit dhe janë shkatëruar minaret. Në këtë tokë dhe në këtë vend janë prishur medreset dhe bibliotekat islame. Në këtë tokë dhe në këtë vend janë keq trajtuar, dhunu, burgos e surgjinos, hoxhallarët tanë prinësit më të mirë të kombit. Dhe ne, teksa përmendi elitën e kombit, më duket sikur shoh në pasqyrën e faqeve të librave të Sheh Qazim Hoxhës rahmet pas, një varg të cilin e kam lexuar me shkrimin e dorës së tij, ku thotë kështu: "Walam ara dhulman mithla dhulmin yanaluna, yusa'u ilayna thumma nu'maru bishukri." Nuk kam pa zullum më të madh se sa ky që na bëhet ne. Na bëhet e keqja dhe urdhërohemi të jemi falënderues. Allahu Ekber. Nuk mund të jemi falënderues për të keqen. Nuk mund të jemi miratues të skeqes. E njëkohësisht ne duhet ta themi me të madhe se jemi promotor të së mirës, të vlerave, të fetarizmit të shëndosh, të harmonisë, të vllaznisë, dhe ne e kemi dëshmuar me faqe të bardhë përgjatë rrjedhave të shekujve në këtë vend dhe vazhdojmë ta bëjmë. Do të vazhdojmë ta bëjmë, por te cytjeve të shejtanëve dhe sa të shumtë janë. E keni vënë re? Terrorizmi kibernetik që gëllon në vendin tonë, terrorizmi kibernetik që gëllon në Shkodrën tonë, nuk ka moment që ti të shohësh një lajm për muslimanët e këtij vendi,
edhe gëllojnë komente e mesazhe nga ma ekstremet. Allahu Ekber, çfarë ka ndodhur? Çfarë po ndodh? Ku janë institucionet që duhet të kujdesen për paqen sociale, për sigurinë e këtij vendit? Ku janë ata që kanë përgjegjësi përpara Zotit e përpara robit për ta gjujtur shejtanin nga pozita ku Zoti i ka vendosur? Sepse ne kemi të thjesht të flasim. Ne kemi për detyrë dhe borxh para Zotit dhe robit, me e thënë të vërtetën. Ne jemi shërbëtorë të kësaj toke, jemi shërbëtorë të njerëzve. Ne nuk jemi njerëz të kultuqeve, as nuk jemi njerëz të posteve, as nuk jemi njerëz të gradave. Jo, të dashurit e mi. Ne jemi aty ku Zoti na ka vendosur në matë të mirën e pozitave për të bërë punën e pejgamberëve të Allahut, e pasuesve të tyre, e njerëzve me faqe të bardhë, e njerëzve me zemër të bardhë, e njerëzve që kanë ndërt vendin e tyre, familjen, shoqërinë, fëmijët, rinin. Prandaj kjo është thirrja e ditës së madhe të Kurban Bayramit, me u kthy nga Zoti, mos me nxjerr Zotin nga jeta e jon, mos me nxjerr Zotin nga bizneset tona, mos me nxjerr Zotin nga shtëpitë tona, mos me nxjerr Zotin nga shkollat tona, mos me nxjerr Zotin nga çdo frym që marrim kudo që jemi e kudo që Zoti na ka vendosur. Sepse përndryshe shoqëritë e kaluara janë shembulli më i mirë që na përmendet në librat e shenjtë, jo vetëm në Kur'anin famëlar. Shpletoni dhe shihni se si e pësuan ata që e thyen fjalën e Zotit dhe urdhën e Tij. Të dashur të zemrës, në përfundim të këtij mesazhi, ju ftoj që të lexojmë me vëmendje atë çfarë Zoti i gjithësisë na tregon në Kur'anin famëlar për Hazreti Ibrahimin alayhis salam. Një lutje që po ta themi në çdo namaz nuk do të ishte e shumtë. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Një thirrje e përbotshme që dëshmon se çdo gjë në jetën e njeriu është e Zotit dhe për Zotin. Namazi, adhurimet, jeta, vdekja, çdo gjë që e bëjmë, le të jetë për Zotin ton. E kur t'i bajmë gjanat për Zotin ton, kemi me e pas Allahun Azza wa Jall, mbrojtësin ma të mirë, për krasin ma të mirë. Begatia e Tij ka me na shoqënuar në çdo cep, në çdo hap të jetës son. Begatia dhe mbrojtja e Tij, mëshira e pakufishme, ka me na mbulu. Kemi pas gjallëni, kemi pas begati, lumejt kanë me pas bereqet, e mira ka me pas bereqet, e kur ta largojmë Zotin nga jeta, është e kundërta. Allahu na udhëzoft e na drejtoft. Të dashurit e mi, mendoni se si për 8 shekuj muslimanët ndërtuan në zemër të Evropës një qytetërim vlerash. A lexojmë ne sot për Andaluzin? A lexojmë ne sot për dietarët, shkencëtarët, bibliotekat, qendrat studimore të elitave të historisë së njerëzimit? Aty është saku i on. Ajo është vazhdimësia e shpirtit të shprehjes dhe thirrjes simbolike të kësaj dite. Lebejk Allahumma lebejk. Është momenti që gjithsecili prej nesh në atë vend ku Zoti e ka vendosur të thirrasme të madhe, lebejk Allahumma lebejk. Urdhno si urdhnon Zoti im, unë vi pas dritës tane dhe thirrjes tane. Lebejk Allahumma lebejk në çdo hap të jetës. Lebejk Allahumma lebejk në çdo frym që marrim. Lebejk Allahumma lebejk aty ku Zoti na ka vendosur, në pozitën ku na ka vendosur, e në vendin ku jemi dhe i shërbejmë thirrjes lebejk Allahumma lebejk. Ju uroj me zemër të madhe këtë ditë e sheni, e hareje, dhe i lutem Zotit të gjithësisë për Shkodrën tonë, për rinin e këtij vendi, për familjen shkodrane, për tabanin e familjeve shkodrane dhe dyrëve të mëdha të Shkodrës. E kam thënë edhe më përpara nga xhamia e madhe e qytetit tonë. Kemi nevojë me u ringjall fryma e dyrëve të mëdha muslimane të Shkodrës, me u vlerësue e mira shekullore në mesin tonë, mos me hum tabani të parëve, mos me hum gjurma e baballarëve, dhe mos e mendu dikur se përtej asaj fryme e atij shpirti ka diçka më të mirë, më të suksesshme. Ata ishin njerëz në besë me Allahun Azza wa Jall.
Ishin njerëz që e nisnin ditën para namazit të sabahut dhe e mbyllnin ditën me bereqetet e Allahut. Ishin njerëz që punuan për të mirën e fesë, e për të mirën e adheut, që e deshen njëri tjetrin, që e mbështeten njëri tjetrin, që e përkrahen njëri tjetrin, që ishin vëllezër të bashkuar si një familje e vetme, siç urdhon Kurani famëlart, siç porosit pejgamberi alayhi salatu wasalam. Mos lejojmë që të na humbas tabani i të parëve, sepse pastaj nuk do të ketë vlerë me pyet, a lejohet me i lexu një hatme babës e nanës e gjyshit e katragjyshit. Kemi nevojë që hatmet që i lexojmë për shpirtin e tyre t'i kthejmë në realitete të jetuara sipas udhëzimit dhe hartës së udhëzimit dhe tabanit që ata lanë në mesin tonë. Nëse e bajmë një gjatë të tillë, do të jemi si Hazreti Ismaili alayhi salam, një djalë i mirë dhe i edukuar, i bindur përpara vendimeve hyjnore. E nëse nuk e bajmë një gjatë të tillë, do të jemi si djali i Hazreti Nuhut alayhi salam, i cili tha, unë do të mbrohem në këtë majë të malit, e do të na duken propagandat bashkohore si majat e Taraboshit, ku ne gjejmë strehim për të shpëtuar nga ajo që vjen si ndëshkim nga Zoti i gjithësisë. Por nuk do të kesh shpëtim nga ndëshkimi përveç se me u kthy nga ajo çfarë don Zoti i gjithësisë dhe që largon ndëshkimin e tij. Se po të ishim rregullator, e po të ketë rregullator, nuk vjen ndëshkimi i Zotit. E ndëshkimi i Zotit është edhe ky realitet që ne e dëshmojmë dhe jetojmë sot dhe na dhem të gjithëve dhe nuk e pranojmë asnjëri prej nesh dhe punojmë me sa të kemi mundësi për të larguar dhe dëbuar nga realitetet e këtij vendi, siç dëbojmë dhe gjuajmë me kuralecët e xhemerateve shejtanin e mallkuar në ditët e haxhit. Allahu e begatoft Shkodrën tonë, e ruajt harmoninë dhe vllazërinë në mesin e qytetarëve dhe banorëve të këtij vendi. Unë alsoft thirrja e minareve tona, Allahu Ekber, brez mas brezit dhe në ditën e gjykimit. Dhe baft Allahu Azza wa Jall që nga fëmijët e vegjël që sot falen me ne, të dalin prinës të urtë të mbarë për të mirën e këtij vendi. Hoxhallar, dietar, shkencëtar, mjek, inxhinier, njerëz të dobishëm për çdo fushë që i shërben të mirës dhe zhvillimit të saj në realitetet e Shkodërlocës sonë të dashtun e të shtrenjtë. Allahu ju begatoft dhe zbrit mëshira e tij mi familjet tuaja, e mi të dashurit tuaj, i mëshiroft ata që nuk janë më, i pranoft ata që punojnë për të mirën e fesë dhe për të mirën e vazhdimësisë së frymës së udhëzimit në mesin tonë. E Allahu Azza wa Jall e pranoft haxhin e haxhilerëve tanë, e të mbar ummetit dhe na shërbefshin këto momente për të rizgjuar atë që është më e rëndësishme në jetën tonë, për të kthyer nga Zoti i gjithësisë, për të kërkuar bekimet e tij e për të jetuar me dinjitetin e besimit e të besimtarëve. Allahu ju dashur dhe begatoft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Me zemër të mirë Kurban Bayramin.